Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkaktuar bujë të madhe në internet pasi postoi në X duke akuzuar Hamasin për mbajtjen e trupave izraelit dhe duke kërcënuar se do të dërgojë gjithçka që i duhet Izraelit për të përfunduar punë. Një frazë që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka përsëritur përgjatë luftës gjenocidale të Tel Avivit në Gazën e Palestinës. Megjithatë, është Izraeli ai që ka një histori të mbajtjes së trupave palestineze si mjet pazaresh. Autoritetet izraelite raportojnë se aktualisht po mbajnë të paktën 665 trupa palestinez. Disa janë vorrosur ose janë ruajtur që nga vitet 1960, sipas OJC-s palestineze, fushata kombëtare për rikthtimin e trupave të martirëve. Në 2019 dhe 2024, Parlamenti izraelit miratoi projekt ligje që lejojnë që trupat palestineze të përdoren si mjet negocimi.